Sot është dita botërore e teatrit, një ditë që i kushtohet artit skenik dhe fuqisë së tij për të përcjellë emocione, ide dhe histori që prekin thellë shpirtin e njeriut. Kjo ditë shërben si një moment reflektimi dhe vlerësimi për aktorët, regjisorët dhe të gjithë ata që qëndrojnë pas skenës, duke sjellë në jetë personazhe dhe duke krijuar përvoja të paharrueshme për publikun. Skenografi i teatrit Hadi Shehu, Petrit Bakalli, theksoi rëndësinë që ka teatri. Kemi inicu një projekt, themi, sot do t'jenë dyert e hapura për të gjithë vizitorët që do vinë në teatr. Ju ishit prezent, disa shkolla vetëm kanë filluar me ardhmë me nxënësit e tyre. Është një gjë e bukur, parasysh se gjithmonë diskutohet për mungesë të publikut. Po besoj që ardhja këtyre fëmijëve në teatr do të jenë shikuesit e ardhshëm në teatr. Mes tjerash, Bakalli foli edhe për sfidat me të cilat përballet teatri sot. Teatri gjithmonë ka sfida, posaçërisht me buxhetet, edhe pse këto vitet e fundit kemi një stabilitet financiar. Edhe ne po mundohemi me aq sa ka buxhet të kemi repertor të rregullt në teatrin e Hadi Shehu në Gjakov. Pjesë e kësaj dite ishin edhe nxënësit, të cilët patën mundësi të vizitojnë nga afër ambientet e teatrit, duke filluar nga dhomat e përgatitjeve, rroba çipsia deri tek skena ku realizohet shfaqja. Sot shkolla jonë Art Maria Ramos kena ardhur për ditën ndërkombëtare të teatrit, kemë marrë për mi pa disa dhoma, kemë pa e teatrin. Vizitat e ditës së sotme në teatr u mirëpritën nga të rinjët, të cilët u shprehën të entuziasmuar për përvojën dhe mundësinë për të parë nga afër magjinë e teatrit. Këpucët magjike që bojnë Dorotin me vrapu shpejt.